Sa të vinin të një emër... Opozita e mbylli dyert, duke thënë se... Sa rëshën a përshtu... Opozita javë më parë tha se ne nuk do të... Nuk është ftu opozita në takim. Në takimet që pati, takimin e fundit, zotri Hamza tha se ne I konsiderojmë të mbyllura diskutimet... është ftuar, por s'kan shkuar. Madje zotri, më lejo vetëm të ashtë edhe një detaj. Zotri Dugolli, ish deputeti I Televizës Vendose, para pak qastesh e konfirmoi në studion tonë mesditës se Kryeministri Kurti u ka dërguar edhe më pas SMS, mesazhe Hamzës dhe Abdigjigut për të njëjtët nuk janë dërguar. A nuk duket jo serioze SMS dhe WhatsApp? Për te I thirrjeve publike, tha se ju kishte dërguar dhe mesazhe të cilat I kanë lexuar, por nuk I kanë kthyer përgjigje. Mendoj që është Kryeministri dërgoi pesa me WhatsApp dhe me rrjete sociale. Distanca fizike... Nuk është serioze, po mendoj që pajtohemi që nuk është serioze. Se, nuk është serioze, edhe diçka tjetër. Nuk po them që opozita ka pas dëshirë. Nuk ka qenë, as opozita e interesume ta zgjedh presidentin. Nuk ka qenë. Po të kishte qenë e interesume opozita ta zgjedh. Ata do të uleshin bashk, pa zotin Kurti, do ta identifikonin 1, 2, 3 kandidat pavarur, jo partijak, dhe do t'i thonin, shiqo, për 51% ke marrë qeverinë dhe kryetarin I parlamentit. Nuk po kërkojmë një kryetar nga radhat tona, po ja ofrojmë këtë kandidat dhe mendojmë që kjo paraspeshimi minimal I pushteteve në Kosovë. Nuk I ka bërë këtë opozita. Nuk I ka bërë. Prandaj, nuk mendoj që opozita ka qenë interesuar zgjedh kandidat jo partijak. Kanë qenë të interesuar edhe ata për kandidat vetin. Do të vetë, ta marrin vetë. Distanca mes zotit Kurti dhe partive opozitore ka qenë jo ma shumë se 10 deri 15 metra. Ju e dini mirë që jeni në media dhe dini sa në largas zyret e grupit parlamentar mes veti. Dhe shton kohën të organizu këtë stand-up komedit, të I kesh përdorur edhe mediat, krejt kohën e kanë qu kot me ty gjujt kundja njëri tjetër dhe pa pas tendenca dhe interesim për me zgjidh njëri tjetëri. E qartë, me gjithatë të shojmë... Po, e përshëndesim edhe profesorin I cili na është bashkuar tani në këtë bashkëbisedim. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje, nuk po ju shoh, fatkeqësisht teknika nuk ma ka mundësuar që t'ju shoh kush jeni në studio atje, kush është musafir, do doja ta dija. Mirë, po besoj që për pak qaste dhe do t'i shohësh. Po, e kemi politologun Melazim Kosi dhe profesorin Artan Nimani. Ne kemi nisur diskutimin këtu, profesor, megjithatë të inkuadrojmë dhe juve. A ka mujt me u bë diçka më shumë për me u shmang situata të cilën të gjithë e pam gjatë natës së mbrëmshme? Po, ka mujt një vullnet më I madh politik nga të gjitha palët, një patriotizëm më I madh, kish me shmangë një gjë zgjedhje të cilat